Stenaldo dhe Juela zhvilluan një bisedë të gjatë, të hapur dhe teje të sinqertë, e cila u kthye në një nga momentet më reflektuese të ditës. Gjatë këtij rrëfimi intim, këngëtari vendosi të hapte zemrën, duke folur pa filtra për ish marrëdhëniet e tij dhe për njerëzit që kanë lënë gjurmë të rëndësishme në jetën personale dhe emocionale. Ai u ndal veçanërisht tek lidhja e tij e fundit, të cilën e përshkroi si një përvojë ndryshe nga ato që kishte kaluar më parë. Bëhej fjalë për një vajzë 6 vite më të madhe se ai, me origjinë libaneze dhe rritur jashtë vendit. Një detaj që sipas Stenaldos kishte ndikuar ndjeshëm në mënyrën e të menduarit dhe në pjekurinë e saj. Këngëtari e përshkroi atë si një nga njerëzit më të shkëlqyer që kam njohur në jetë, duke vënë theksin tek maturia, qetësia dhe eksperienca që ajo sillte në marrëdhënie. Gjatë rrëfimit, Stenaldo pranoi se ndodhej në një periudhë të paqartë të jetës së tij, ku ndjenjat dhe dilemat shpesh përplaseshin me njëra tjetrën. Unë isha në një moment që nuk e dija nëse do rija apo do ikja, tha ai, duke kujtuar pasionin e fortë, por edhe ndjeshmërinë që e karakterizuan atë lidhje. Sipas tij, raporti mes tyre ishte i qetë, i balancuar dhe shumë i shtruar krahasuar me eksperiencat e mëparshme që kishte përjetuar. Shumë e mirë dhe shumë e bukur. Ishte një marrëdhënie e ndërtuar mbi mirëkuptimin dhe respektin, u shpreh këngëtari, duke shtuar se diferenca në moshë bënte të ndjente se ajo kishte kaluar faza të ndryshme të jetës dhe kishte ndërtuar përvoja të rëndësishme, të cilat reflektoheshin edhe në mënyrën se si e përjetonte dashurinë. Ky rrëfim i sinqert tregoi një anë më të ndjeshme të Stenaldos, duke zbuluar se pas imazhit të artistit fshihet një njeri që reflekton thellë mbi ndjenjat dhe zgjedhjet e tij. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.